to the beginning. Mirëmbrëma të gjithë dhe mirë se keni ardhur. Ashtu sikurse zakonisht do të jente pak pas orës 22 deri në orën 23 në programin e përjavshëm Back to the Beginning në Top Albania Radio. Unë jam Kozeta Kurti dhe jam këtu me një vajzë e cila për nga mosha duket sikur ka lindur dje, për nga përvoja duket sikur që në barkun e mamit, ka qenë në skenë, ka kënduar sepse vetëm unë sa vite mbaj mend në skenë re Anun, me të cilën kam shumë kënaqësi të kryej sot këtë bisedë në Back to the Beginning. Mirëmbrëma, mirë se erdhe e dashur. Mirëmbrëma Kozeta, mirë se gjeta. A kam të drejtë kur e them këtë që ti për vërtet je shumë e re, po unë kus të mbaj mend ty dhe kus të shoh ty. Faleminderit shumë, edhe po është e vërtet. Kam shumë vite, fal Zotit, që jam në skenë dhe jam shumë e lumtur për këtë. Kam që 10 vjeç. Që 10 vjeç. Asa bukur se i ke paraprir një pyetjes sime. Në 10 vjeç ke qenë në skenë, në 10 vjeç ke kënduar për herë të parë. Cila ka qenë historia dhe raporti yt me këngën, përveç se ti vjen nga një damar artistësh, ke Daja, kompozitor i njohur, producenti muzikor. Mami, Tezja. Okej. Po, atëherë provoja ime me muzikën ka nisur që fëmijë, që 5 vjeç, me thënë të drejtën, që kur bëja videoklipet e para me ato kamerat e vjetra atëherë, dilja para kamerës dhe këndoja këngën e Greta Koçit, Marion Korinën, që kishte për Daja, edhe disa këngë të tjera të Dajës, edhe performoja para kamerës asaj kohe. Dhe provoja e parë skenike ka qenë te The Voice Kids of Albania këtu në Top. Dhe ka qenë dalja ime parë, suksesi im i parë, kujtimi im një ndër më të bukurit që un kam. Pa edhe sken televizive, të dyja bashkë. Po. Ka qenë një përvojë shumë e bukur, se ka qenë një arritje që unë e kam marrë vetë përsi për aq e vogël dhe pa lejen e prindërve. Aplikoj e shoh si bëhet, domethënë nëpërmjet televizorit, se nxirrte gjithkohës reklama që fëmijë duhet aplikoni kështu. Dhe unë aplikova, e marr mamin për dore, tek studiot që kanë qenë afër shkollës time Vlesedit Durhamit aso kohë, ku bëshin audicionet, i them hajde se kemi një projekt, i thash shkolle, duhet vish edhe ti, po bëhet këtu afër shkollës. Vjen edhe mami me mua, edhe kur dal nga dera, i thash duhet futem vetëm, dal nga dera, mami e kishte kuptuar pak a shumë, i thash kalova, dëm te The Voice Kids, lumturi patjetër se edhe mami im është marrë me muzikë, kështu që më kam mbështet gjithkohës, vazhdo më mbështet edhe sot, edhe u prit shumë mirë. E mban mend këngën me cilën ke qenë në audicion? Po, e mbaj mend. Mama Knows Best, Jessie J. Po si ka mundsi një fëmijë që dëgjonte Jessie J? Domethënë, ku dëgjoje muzikë ti? 9 vjeç, 10 vjeç. Kishte dal interneti. Kishte dal, po duke menduar që në atë kohë, në atë moshë kalamajt merren me shoqjet e Frozenit, se Frozeni mund të jetë tani, po atëherë mund të ketë pas në një kukull tjetër, nuk e di. Sailor Moonin. Pra duke menduar që fëmijët e asaj moshe shohin apo janë të interesuar nga këto personazhet e kalamajve, të vëmë përshtypje që një 10 vjeçar shkon në audicion në The Voice Kids, pa e orientuar mami apo babi apo njerëzit e afërt, dhe këndon Jessie J. Në fakt unë kam pas fatin që mamin, siç thash, që është marrë me muzikë, më ka edukuar me muzikë shumë të mirë që fëmijë. Duke nisur nga muzika klasike, më pas me Tina Turner, Etta James, Michael Jackson patjetër, Beyoncé që e kam pas dhe vazhdoj ta kem idhull, që dëgjoj gjithkohës, dhe më ka futur mami te kjo pjesë. Domethënë ajo më ka rritur me muzikë të mirë. Shiko, flasim pak për të tashmen tënde, se kjo është dhe arsyeja për të cilën u takuam në këtë kohë, se mund të ishim takuar edhe para një muaji apo pas 2 muajve. Ti po përgatitesh, ke regjistruar një tjetër këngë tënde tani, që së shpejti del në klip. Mund të flasim pak për këtë, për dëshirën e një vajze të re për të investuar dhe për të bërë këngët e veta. Reja është pjesë e jetës së natës në mjediset e shërbimit në kryeqytet, një nga këngëtarët më të mira që ne kemi, dhe këtë e garanton një njerëz që ka fjetur shumë shpesh netve nëpër mjediset e shërbimit në Tiranë. Por megjithatë, duke kënduar këngë të tjerëve, coverat të tjerëve, do apo s'do ti mirëpritesh Reja, sepse ne kemi kujtimet tona me ato këngët që këndon ti. Kurse sfida për t'i bërë njerëzit të kenë kujtime me këngët e tua është një sfidë më e madhe, dhe nëse nuk e bën sot, kur do ta bësh? Kështu që me sa duket ke marrë përsipër që të investohesh fort në krijimtari tani. Patjetër. E mendoj se jam në kohën e dur. Të gjithë më pyesin që pse ke pritur kaq shumë. Ideja është që unë mendoj se çdo artist ka nevojë për kohën e vet që të stabilizohet në një lloj rrymë, të zgjedhë atë që ka qef, kur ndihet ai gati, dhe unë mendoj se tani jam më gati se kurrë për të filluar, për të prodhuar, për të nxjerrë gjëra të reja, gjëra të bukura, dhe
në radh parë gjërat që mua më pëlqejnë. Ke shkruar këngët vet? Po. Patjetër që me ndihmën e dy artistëve të tjerë, që është Jeris Kaso dhe Dilan Reka, jam duke punuar momentalisht me ata në studion e tyre, në studion e Jerisit, domethënë, dhe kemi shumë projekte përpara, të cilin njërin jam gati për ta publikuar. Një këngë që titullohet Harroje, kemi punuar shumë fort për atë projekt. Dhe uroj që ta pëlqejnë sa më shumë dhe ta përqafojnë shumë. Ne tani do transmetojmë një herë Harroje, kënga e re sapo dalë Rea Nuhut. Shiko, kur përbonim rrugën për këtu, nga bari ku pim kafe dhe deri për në studio, dhe kur ti po thoje që dua të investoj, e kam ndarë mendjen të investoj, unë në kokën time po mendoja, pse nuk shkon kjo vajzë të takoj Jeris Kason? Vërtet. Po, por gjithmonë kam menduar që Riko Zeta mos fol, sepse duket sikur është një marrëdhënie interesi, ndërkohë ku kam lidhje unë me interesin në këtë fushë përveç se dashamirësisë. Për mua sigurisht ai është nga kompozitorët dhe producentët më të mirë të gjeneratës së tij në këtë kohë kur ne po flasim. Përfitoj nga rasti që t'ja çoj këtë përqafim edhe nga studioja e Top Albania Radios, edhe që t'ju uroj shumë sukseset përbashkëta edhe ty si pjesë e kësaj studio në këtë moment që ne flasim. Faleminderit. Dëgjojmë Harroje, Jeris, Dilan. Kemi dëgjuar Rea Nuhu, Harroje, ato vjen keq që sot që një këngë të ekzistojë, Rea, duhet edhe të shihet. Pra nuk mjafton një fotografi, një imazh për të shoqëruar një këngë, por sot në këto kohra të vështira marketingu, vizibiliteti, duhet se s'bën që kënga të ekzistojë apo të ecë, të ketë një investim edhe në videon e saj. Po. Janë vinë të dyja paket në kohët e sotshme. Gjë që për mua nuk është edhe aq e keqe. Përkundrazi, është gjë shumë e mirë, sepse kur ti ke një këngë të mirë, një këngë që ti e do, një këngë që ti të paktën edhe e ke shkruar, ke dorë edhe në shkrimin e asaj kënge, mendoj se vinë të dyja bashkë paket. Pra, në momentin që ti e shkruan një këngë, të paktën si ndodh me mua më vjen edhe historia ose për çfarë do flasë, ose si do jenë skenat ku kjo këngë do transmetohet, pra videoklipi. Dhe kështu ka ndodhur dhe me mua dhe jam shumë e lumtur që dalin të dyja paket, sepse shprehin akoma më shumë të dyja bashkë. Pra audioja dhe video, nuk është vetëm audioja dhe video paket, po je edhe ti vet paket, që ke shkruar këngën, po ndërkohë të vinte skena dhe praktikisht luan pak dhe rolin e regjizores në klip, apo jo? E kuptova drejt. Po. Patjetër. Kam pas gjithmonë dëshirë që të kem dorë te gjërat që bëj, si edhe te festivali ku kam qenë, në projekte të tjera ku kam qenë, te veshja, kam gjithmonë Ledi Saracin që është me mua për pjesën e veshjes, po kam shumë qejf që të hedh gjithkohës ide që ta bëjmë këtë kështu. Pra ta personalizosh, po themi edhe pamjen tënde dhe dukjen tënde. Po. Kam shumë qejf. Cila është skena e parë për të rritur në të cilën ti ke marrë pjesë? Pra, folëm për Voice Kids, ku diu një festival, një garë, një program televiziv, ku tani ishte një vajzë e rritur në kushte të barabarta me çdo artist tjetër, me më shumë përvojë, me më pak përvojë, shënë se ka po pjesës së njëjtës skenë. Ka qenë te Kënga Magjike, ku projektin ma ka prezantuar Daim Gramos Kozeli, ka qenë bashkë me Castro Zizon, të dy bashkë ma kanë prezantuar dhe më kanë ftuar që të jem në një duet me Castron te Kënga Magjike, me këngën Pa Faj. Për mua, unë kam qenë e vogël, relativisht, kam qenë diku 16 kur e kam dëgjuar këngën për herë të parë. Kam rënë dashuri me dëgjim të parë me këngën, kam rënë dashuri me shikim të parë, me dëgjim të parë edhe me tekstin. Ka qenë një projekt që për mua vazhdon, është ndër më të fortët që më ka dhënë një shtys shumë të madhe dhe jam shumë falenderuese që kam qenë pjesë e atij projekti dhe mendoj se ka qenë mënyra më e mirë që mund të debutohem unë në treg. Por tepër për një artist të veçantë, karakterial si Castro, ai ka qenë një ndër duetet e mia të preferuara. Dhe vinte, do me thënë, kjo kënga jote me Castron vinte, kështu i themu, në garë të drejt për drejt me këngën e Castros apo të Two Farmve në festivalin e para 2 viteve. Ka qenë dhe pema e jetës, pra këto ishin 3 këngët më të mira, më të dashura për mua nga Castroja, dhe kjo tuaja ka qenë. Atëherë thosha, kush është kjo vajzë? Nga doli kjo? Kush është kjo? Po ja ku jemi sot, kemi pasur rastin Rean ta kem në një nga eventet e mia dhe më kujtohet që nuk është vetëm talenti pra me sa duket, po është disiplina, është mënyra se si dikush raportohet në një mjedis të ri. Nuk është gjithmonë e thjeshtë të punosh me artistët. Unë këtë mund ta
vërtetojnë vetë të parë, kanë tekat e tyre, kanë ambicet e tyre, kanë komplekset e tyre. Ashtu është. Ju ke marrë më të mirat dhe ju ke bërë skip më të këqijat e kolegëve, artistëve të tjerë, ke thonë vetëm si ky apo si kjo s'dua të bëhem. Unë jam njëri që mundohem të shoh më të mirat e njerëzit. Dhe mendoj se kjo është gjëja më e mirë. Nuk e stresoj veten, të paktën në marrëdhënie me njerëzit, nuk stresohem nga të tjerët. Nëse më bëjnë diçka të keqe ose që nuk më ka ndodhur shpesh dhe jam shumë e lumtur për këtë pjesë, mendohem të shikoj punën time edhe të dal sa më mirë vetë. Dhe nëse kam garë, kam vetëm e veten time. Kështu që pra te kalosh veten tënde duke e përmirësuar veten tënde. Gjithmonë. Beyoncé ma përmendë pak momente më përpara si një ndër artistet që e dëgjon sot, ja për shembull mos e shoh Beyoncé, them. Shkoj edhe Beyoncé zhvishet. Po. Po ti nuk e vëre sepse ajo këndon. Po. Performon. Kurse në Tiranë, në Shqipëri, ne shohim njerëz që vetëm zhvishen. Dhe për aq kosa vetëm zhvishen dhe ti nuk i dëgjon të këndojnë dhe ti nuk i sheh të performojnë, sigurisht do merresh me bikinin e tyre se vetëm atë sheh. Kurse në rastin e Beyoncés, kësaj paketës së viteve ku ne jetojmë, ka kaq shumë gjëra për të thënë. Ne jetojmë në një kohë rea ku mitet tan, idhujt tan ose njerëzit që mitizojmë për ato që përfaqësojnë, i kemi afër, i kemi një bilet avioni larg, i kemi një bilet koncerti larg. Nuk ka qenë si koha e prindërve tan ku edhe televizorin e shikonin me leje, jo, po hajduçe. E ke menduar të shkosh ta ndjekësh ta shohësh? Patjetër. E kam parë. Se kam parë akoma, më vjen shumë keq që se kam parë, e kam pasi mundësi të shkoj ta shoh dhe më ka dalë punë fatkeqësisht, dhe fatmirësisht, po kam dashur shumë ta shoh, do ta shoh, po albumi i fundit që ka publikuar nuk është se më ka pëlqyer shumë dhe duke qenë se artistët i bëjnë turet, përshtetën albumet e tyre të rinj. Po. Dhe prandaj kam thënë pritet e pak. Mbase është momenti ky që ta shohësh akoma. Mbase është një moment kur të dalë Beyoncé dhe të thotë, "Shiko, do kemi the best of të 15 viteve të fundit" dhe atë dua, atë mezi po. O zot Beyoncé, dëgjoje koncertin dhe bëje. A janë pjesë e repertorit tënd të live-it këngët e Beyoncés? Patjetër. Edhe si funksionon vërtet? Gjithmonë kam qenë kurioze, un kam njohur shumë drejtues të bendeve të jetës së natës në Shqipëri, kemi bërë pafund biseda dhe asnjëherë si kam pyetur si funksionon me zgjedhjen e repertorit të këngëtarëve, sidomos në rastet tuaja kur jeni disa këngëtarë në të njëjtën orkestër, në të njëjtin bend, zgjedhin ata duke pasur parasysh vokalet, vendin ku do keni në skenë, orar, apo zgjedhni vetë? Varet. Në rastin tim ka ndodhur që i kam zgjedhur vetë, sidomos në live-et e mia që bëj në për kryeqytet, në për vend në Shqipëri. Aty e vetëm ti, vetë zot vetë shkop. Vetë zot vetë shkop. Në rastin që ne jemi duke punuar në një ambient që janë dhe këngëtarë të tjerë, një band shumë i madh i përkushtuar, ndodh që mund të ketë raste që bendi mund të na sugjerojë një këngë. Dhe duke qenë se ne jemi artistë që secili është në zhanera të ndryshëm, pavarësisht se jemi të detyruar të këndojmë të gjitha zhanerat, fatmirësisht aty këndojmë zhanerat që duam. Dhe mund të zgjedhim vetë, mund të na sugjerojnë, nëse nuk i pëlqejmë nuk i bëjmë, por që është një lloj bashkëpunimi, një lloj marrëdhënie që bijem në dakordsi të dyja palë. Shiko, unë mbaj mend që ti përveç të tjerësh dhe rapon. Po. Po kur thon për mua flet shpejt për shembull. Flet. Unë flas shpejt, po të këndosh shpejt është edhe akoma më sfiduese. Dhe gjithmonë kur të kam parë ty duke repuar, them, "Ore, por se thon për mua flet shpejt?" Se mua më duket shumë e thjeshtë të flasësh shpejt krahasuar me të këndosh aq shpejt, të mbash mend aq fjalë, të mos mbi vendosesh të njëra tjetra, për më tepër, unë flas shpejt në gjuhën time, në gjuhën e nënës. Ti këndon shpejt. Pra këndon, jo flet, dhe për më tepër në një gjuhë të huaj. Po. Apo është përvoja? E mendoj se ka të bëjë me muzikën. Duke qenë se jam rritur me muzikë gjithkohës, edhe me rap jam rritur, më ka ndikuar që ta kap shumë shpejt. Për shembull, unë nuk e bëj dot atë që bën ti. Nuk flas dot shpejt.
Ama për të kënduar? Mendoj se për të kënduar është më e thjeshtë. Mund ta provosh Kozeta. Jo, o do të kisha mbi vendosur, do kisha ngrënë gjysmën e fjalëve në stomak dhe gjysmën e fjalëve në ajër. Dëgjojmë Beyoncé për janë. Unë po e lë në dëshirën e kolegëve të pultit edhe që e përgatisin këtë program, sepse po ti thuash dikujt zgjidh një këngë nga një artiste që e ka shumë qejf, do thotë, po këtë zgjedh unë, do donte 6 orë. Kështu që ne po ruajmë Beyoncé edhe po vendosim vetë këngën. Shumë mirë. Për të gjithë juve që sa po keni çelur radion, jeni në Top Albania Radio në programin e përjavshëm Back to the Beginning. Unë jam Kozeta Kurti së bashku me hapësirat e mia Anash, Majtas, Djathtas, ku vjen historia. Në studio në të djathtën time është Rea Nuhu. Për të gjithë juve që po humbisni këtë program në transmetimin premier, mund ta aksesoni në YouTube në kanalin zyrtar të Top Albania Radios në çdo moment. E shikon, nuk është vetëm muzika tashmë që shihet. Ja, dhe radioja shihet. Jemi në një kohë ku misticizmi i disa gjërave nuk ruhet më. Dikur për shembull unë bëja radio me peshqir në kokë të lagur se më dhimte koka në një moment të caktuar. Ndërsa tani edhe një sekond të bëj pak grim se do shkoj në radio. Pra krejt e kundërta e formës me cilën e ishim mësuar. Dikur mund t'i dëgjoja këngët, mund t'i njihja këngët në të qindat e sekondit, në notën e tyre të parë, mjafton t'i kisha dëgjuar, po nuk e kisha parë kurrë klipet, ndërsa sot po si pe diku në këtë bombardim me informacion edhe mund mos i hasësh kursi audio. Kështu që është ngushëlluese se nuk është vetëm muzika, është radio, gjithçka po shihet edhe po të del. Përpara sa kam gënjur unë në radio. Për shembull në radio të cilat ishin dy dhoma e një kuzhinë reja, unë tregoja dhe përshkruaja sikur ku isha, sikur s'mbaja mend nga ishte rruga për të futur nga një studio në tjetrën. Sot nuk gënjen dot më, sepse sot je krejtësisht i zbuluar përballë teknologjisë, përballë videos e gjitha me radhë. Por të kthyer te kënga. Një nga vështirësitë që po has krijimtaria, të paktën unë si një njerëz që konsumoj muzikë, si spektatore po themi, si dëgjuese, janë tekstet e këngëve. Shpesh është fajësuar audienca që ne përpiqemi pra artistët krijuesit të japim një gjë catchy që kapet shpejt e shpejt që ata të mos lodhen për të mbajtur mend vargje të gjata, dhe ky nuk është vetëm një problem shqiptar, sepse edhe bota nuk ka më tekste Bohemian Rhapsody të Queen, po ka work Rihanna. Pra nuk është se jemi ne këta dallaveraxhind që shkatruam muzikën në botë. Por kur njeriu do të shprehet dhe nuk shprehet dot se do i përshtatet audiencës, a e cënon kjo krijimtarin sipas teje? Në një farë forme po. Unë kam përshtypjen që duhet të zgjedhur më tepër zhaneri. Ka lloje zhanerash që të lejojnë të thuash çfarë të duash. Pra nëse ti do të shprehësh një ndjesi, mund ta shprehësh me çfarë do lloj fjalësh. Është gjua shqipe që të kufizon nga pjesa zanoreve bashkëtingëlloreve që ka goxha. Por mendoj që del. Nuk është aq e vështirë. Nuk është aq e pamundur. Janë këngë të cilat patjetër që kanë nevojë për fjalë keqi, janë këngët e klubeve, janë këngët reggaeton, janë këngët afrobeat që duan fjalë të kapshme sepse duhet të ngelin mendje. Janë këngë të kërcyeshme. Ti kur shkon dhe kërcen diku, nuk mund të rish dhe të këndosh një histori. Duhen fjalë të shkurtra që ti kesh sa më thjeshta që je duke u kënaqur, duke kërcyer me një gotë në dorë, thuaj një fjalë këtu kërcen, një fjalë këtu kërcen. Këtë mendoj unë të paktën. E di pse të pyeta, sepse unë shoh në listën tënde që një nga artistët shqiptare që ti ke zgjedhur për ta dëgjuar pastaj në radio në vim të bisedës sonë është Aurela Gaçe. Po. Dhe Aurela Gaçe, Aleksandër Gjoka, të cilët janë pra njëri në të 60-tat e veta, tjetra në të 50-tat e veta, luajnë muzikë që nga vitet 90, Aurela që nga vitet 80, Sandër Gjoka ndoshta edhe pak më përpara. Kanë audienca të moshave të ndryshme, pra Sandrin, Aurelën e dëgjojnë 15 vjeç, 25, 35, 55. Kanë fjali të gjata, kanë tekste të gjata, kanë histori të gjata. Po. Ama askush nuk pengon publikun e çfarë lloji moshe të këndojë nga fillimi deri në fund të këngë. E vërtetë është. Pra, është ajo që theti pak momente më përpara, nuk është e pamundur nëse ti gjen të duhurën, po, mund të jetoj, mund të vazhdoj kënga të jetoj, siç ndodh në rastin e këtyre të dyve. E ke pas kënduar ti Aurela Gaçe në para pasqyrës kur ke qenë vogël? Patjetër. Vazhdoj ta këndoj. Ata kanë qenë
artistë shumë të mëdhenj, janë legjenda, shqyr që i kemi o zot. Dhe të dy ata i kanë këngët shumë të bukura. Pra, nëse ti ke një këngë të bukur, pavarësisht se sa fjalë ka kënga, do dëgjohet, do pëlqehet, do pritet, do përqafohet. Kështu që kanë bërë muzikë në kohën e dur, në vendin e dur, them unë, kur kishte shumë pak informacion, shumë pak artist. Sot nuk po na del koha të kuptojmë çfarë ka dalë, jo vetëm në Shqipëri, po edhe në botë. Në vërtet kemi akses në informacion me një buton, shkojmë ku do duam. Por koha, dita dhe nata, 24 orë vazhdojnë të jenë akoma, nuk është se janë bërë më të gjata, që vetë kemi më shumë kohë. Cila është një këngë Aurela Gaçës që e ke më për zemër, që e këndon ajo që e ke më për zemër? Kënga që kam rënë dashuri me Aurelen, Fati më shpresë marrëzi, të cilën ja kam kërkuar edhe publikisht që të vit ma këndojnë në dasëm. Po di marto se të vjen Aurela në dasëm. Atë më tha dhe Aurela. Po ti gjej burrin me ty, pastaj të këndojmë. Bandillin. E me qëra fjala, punë të zemrës si janë, nuk kam qenë asnjëherë gazetare e rubrikave roz, nuk më ka pëlqyer kurrë, nuk më ka shqetësuar kurrë, nuk më ka bezdisur kurrë, por gjithmonë kam menduar që kur një njeri është sentimentalisht në paqe, është njeri më i mirë. Ashtu është. I bën punët e veta më mirë. Pra kur të pyeta, nuk të pyeta që Rea nu, kam rënë dashuri me njërin që vesh pantallona ngjyrë jeshile. Nuk është ky qëllimi, po është tamam qëllimi për të kuptuar që nëse ti je mirë aty, je mirë me veten tënde. Ashtu është. Ashtu je. Është përgjigja ime. Shpresoj shumë që ai të mos merret me muzikë, do ishte nuk merret. Jo, fal zotit. Do ishte një garë të vazhdueshme, të jashtëzakonshme, nuk do merrni vesh kush ve pikat mbi ti apo ai, më mirë ani nga sektori bankar, po diun sektori reality, siç real estate, më mirë atje dhe secili shikon punët e vet, apo është ai fansyt numër 1? Patjetër. A thot që nga dita 1. A tregon, a thot ai që këtu sigurt ta kishe bërë më ndryshe, apo ai është gjithmonë dakord me një gjë që ti bën? Në muzikë ka fjala. Është dakord me mua gjithmonë, po patjetër që secili ka shijet e veta dhe do t'i shpreh. Po kurse si të mësonoj mua. Është mbështetësi më i madh, bashkë me familjen time patjetër. Çuno, ti ke një kokë rrylli në dorë, mbaj fort, mos tiki, sepse ose mos saktë, jo mos tiki, mos e lësho, është ideja, sepse në këto kora ku ne jetojmë është shumë e vështirë që të rrokulliset e nxjerrja dhe të gjej kapakun. Kështu që edhe për ty, Fati një shpresë të marrëzi nga Aurela Gaçë dhe për Rea. Ka kaluar pjesa më e madhe e takimit të vënë në dispozicion të kohës që ne kemi në dispozicion në Back to the Beginning, jemi me Rea Nu, megjithatë kemi ende në dispozicion tjetër për të thënë, për të folur, për të diskutuar, për të treguar gjëra të bukura. Rea, ti ke qenë pjesë e produksioneve të mëdha, të skenave të mëdha, ke qenë në koncertin e Noise-it, si vokaliste mbështetëse. Ka një problem shumë të madh me vokalistët mbështetës në Shqipëri, të cilët nuk e kanë kuptuar akoma rolin dhe rëndësinë që kanë. Ashtu është. Pra, back vokalistët, për shkak të qëndruarit në pas vëmendjen e solistit, duket në Shqipëri, duket sikur janë njerëzit më të parëndësishëm në skenë. Në botë është eksaktësisht e kundërta. Çdo solist zgjedh back vokalistët shumë më të mirë, edhe se vetja e vet. Po. Patjetër. Dhe këtë e kam vënë re në shumë artistë të njohur ndërkombëtar, të cilëve u kam parë koncertet dhe kam kuptuar që çfarë magjie është të kesh në skenë back vokalistët e duhur. Kur të kanë ardhur ftesat për të qenë back vokaliste në një event, si ke reaguar? Do këndoj unë për këtë, apo sa qef që do jem aty? Unë mendoj se të bësh back vokale është një dhuratë shumë e madhe dhe e rrallë. Do me thënë, jo çdo këngëtar mund të bëj back vokale. Dhe për mua ka qenë një stërvitje shumë e madhe, edhe për të kënduarit si soliste. Në rastin me Noise-in ka ndodhur që unë kam kënduar një refren të Noise-it, të këngës Jam gjithçka, gjithçka që kam dash. Edhe patjetër që kam pranuar me ftesën direkt, me të parën, ka qenë shumë eksperiencë e bukur, ka qenë mësim, dhe patjetër që ka qenë një ëndër e bërë realitet për Rean e vogël 4 vjeç, 5 vjeç që këndonte dhe dinte përmendesh gjithë këngët e Noise-it. Kështu që
Ka qenë eksperiencë shumë e bukur dhe në raste të tjera unë momentalisht nuk bëj më back vokale, domethënë nuk po dal më si back vokaliste, përveç vetes time. Ja, po back vokale në studio. Po, patjetër. Edhe ndonjë artisti që më kërkon ndihmë, patjetër, nuk diskutohet. Por kam pasur shumë eksperienca të bukura dhe si back vokaliste e kam shijuar. Jam shumë kundër me faktin që thonë që back vokalistët janë dytësor, nuk është se kanë ndonjë vlerë të madhe. Unë mendoj se back vokalistët kanë 50% të punës bashkë me artistin kryesor patjetër, edhe që i shtojnë një magji që nuk i shtohet kurrë nga asgjë tjetër. Pjesa back vokaleve është shumë e rëndësishme. Dhe janë solistët tanë të cilët kanë probleme me promovimin e njerëzve që kanë në skenë, nga bendi, nga back vokalistët. Unë kam parë pafund, nëse ka një gjë me të cilën mburrem pa pasur pikë turpi, është numri i koncerteve që kam parë. Dhe kam një egzaltim të jashtëzakonshëm kur artisti protagonist Bryan Adams, Lorenzo Giovanotti, Vasco Rossi, Zucchero, ku diun, në çdo moment të solove të saksofonit, të kitarës, kanë gjithmonë një vend dhe një kohë për të pasur afër vetes instrumentistët, back vokalistët. Nëse kemi, dhe ne nuk e kemi, se në përgjithësi back vokalistët i kemi më të mirë se solistët. Dhe është problem që ti të motivosh edhe të promovosh back vokalistët, se ata tregojnë më njëherë që janë shumë përpara te, ja ku dolëm edhe tek një tjetër kompleks i artistëve shqiptar, po do kaloj kjo me kohën. A e di ti e reja për këtë kënduar tjetër, e mban mend? Si back vokaliste? Apo ose si manipulatore e një vokali kryesor që duhet isha unë? Të kujtohet që ke kënduar për mua? Natën vonë? Po! E kisha harruar kozë ta Një nga edicionet e këngës magjike, juria e këngës magjike duhet të këndonte midis të cilëve dhe unë, dhe u tha që kanë gjashmëri të ngjyrës së zërit ton, dhe strofat mund t'i bëja unë, i bëja lehtësisht, kurse refrenet i bëja në ëndrat e mia më të bukura, disa bukur, dhe më ka ndihmuar Rea që ka dubluar vokalin tim për tek Natën vonë të kënga. Kështu që ti ke kënduar dhe për mua. Ka qenë kënaqësi. Ka qenë shumë kënaqësi. Edhe thonin sa bukur Kozeta, sa bukur këndon ti në mënyrë të jashtëzakonshme. Është Rea atje që është përzier me zërin tim, që ka pak a shumë ngjyrat. Kemi ngjyrat e përbashkëta dhe duke gati dhe ne për ta transmetuar në radio për dëgjuesit tanë. Jemi sërish në studio bashkë në Top Albania Radio. Rea që na ka bërë të udhëtojmë sa në një këngë të re, në ca kujtime të kaluara. Çfarë është koha për ty, Rea? Do me thënë, kur kthehesh ti pas në kohë, mendon që i ke marrë gjërat që ke dashur në kohën e dur, apo ka pengje të së kaluarës që si ka arritur dot, mirë po nuk mund të merresh dot me to tani, sepse duhet të shohësh përpara dhe ke qëllime të tjera. Ose shkurt, a ka autobus që të kanë ikur nga stacioni dhe si ke kapur dot? Mendoj se çdo gjë ndodh për një arsye. Edhe mendoj se jam njeri që kam patur shumë fat gjatë jetës time, dhe mendoj se, ose më saktë besoj në manifestim. Pra mua më ka ndodhur çdo gjë ashtu siç e kam dashur, ashtu siç e kam kërkuar universit, dhe jam shumë e lumtur për këtë. Mendoj se është momenti perfekt për mua që të sjell projektet e reja. Nëse deri dje kisha pishmanin që mbase duhet të isha futur më shpejt projekteve të mia, pra të kisha më shumë repertor me këngët e mia, besoj është momenti perfekt, sepse tani ndihem më e rritur nga ana e eksperiencës së live-it, absolutisht, dhe mendoj se kam arritur në një pikë që e di ku dua të kanalizohem si artiste. Ku do të kanalizohesh? Dua të kanalizohem tek rrymat që gjithmonë kam dëgjuar dhe kam pëlqyer, që është R&B, pop, edhe së fundmi ka filluar të më pëlqejë shumë afrobeati. Ndaj edhe kënga e fundit që un kam nxjerrë është afrobeat, kam dhe disa projekte të tjera afrobeat dhe pop dhe R&B, mbas edhe një përzierje të trejave. Çfarë është një qëllim, një synim që dikush thotë le të kaloj sa do kohë të kaloj, po unë atë do ta kap. Unë për shembull mund të kem pritur dhe 15-20 vite për të arritur qëllimet e mia pa u lodhur. I çfarë? Duke pritur. Nuk e di pse më është i posur në një pikë të jetës Eurovisioni, nuk e di. Patjetër unë mendoj se çdo artiste ka ëndër Eurovisionin, po unë
nuk e di pse kam vitet e fundit që po e manifestoj shumë Eurovisionin. Edhe ky është një ndër synimet e mia. Eurovisioni 1, 2 të bëj koncertet e mia patjetër si çdo artist me audiencën time dhe me këngët e mia, duke qenë se gjatë gjithë kohës ne artistët e rinj punojmë me covera më shumti. Pjesa e këngëve të mia patjetër është një ndër ëndrat që dua ta realizoj. Pra të shkoj në një skenë të madhe, të kem audiencën që kanë ardhur posaçërisht për mua, siç e folëm për Vlashin, dhe të dinë të këndojnë këngët e mia. Ti duan, ti ndjejnë, ti përqafojnë njësoj si unë, edhe të bëhen një me mua, ndërkohë që unë këndoj. Unë të uroj shumë që ti të shkosh në Eurovision, që të shikosh se si bëhet një punë në një show spektakolar, dhe uroj shumë që ti të mos e vrasësh mendjen për pjesëmarrje në një festival idiot, siç është ai, por një show spektakolar pa diskutim. Atë dua dhe unë. Pa diskutim. Atë dua dhe unë. Unë të thash, unë edhe pjesën e garës nuk, përveç se me veten time se ndjem me askën tjetër. Pra nëse unë shkoj në një festival, edhe këtë vit që do jem në një festival, vjet kur kam qenë në festival, para 6 vitesh kur kam qenë prap në një festival, nuk shkoj kurrë me iden për të garuar. Shkoj për të dhënë maksimumin tim, për të nxjerrë një gjë nga shpirti im, për të prekur atë skenën që më mungon aq shumë, skenën e një festivali, por absolutisht për garën. Kështu që edhe për Eurovisionin se mendoj fare pjesën e garës. Pra me pak fjalë, nëse unë të pyes ty, a je rrit? Ja rritur shumë Kozeta. Të paktën edhe me çam thon të tjerët që janë afër meje, thonë ja rritur shumë. A jam rrit është kjo kënga me cilën ne do ta mbyllim takimin e përbashkët sot. Dhe kur i kthehesh një këngë që ka kaluar kohë pasi e ke kënduar, ja, ky festivalit para 6 viteve, ky tjetri para 3 viteve, dueti për cilin folëm. A mendon se mund të kishe bërë gjëra të ndryshe? Tani ose e them me fjalë të thjeshta, a të pëlqen gjithmonë çdo gjë që ke bërë? Po. Se ke pasur mos të zgjedhësh. Projektet që kam, po, më pëlqejnë shumë. Sidomos festivalin e fundit që kam qenë me këngën time, që kam kompozuar dhe kam shkruar vet, dhe pjesa e këngës që do të transmetohet, a jam rrit që po prapë kam bërë vet si këngë. Janë këngë historitë e mia, janë të dala nga shpirti im, kështu që përveç se janë këngët e mia, janë dhe kujtimet dhe jeta ime. Kështu që jam shumë e lumtur që i kam. Dhe për projektet e tjera, patjetër që jam shumë e lumtur, i dua shumë fort dhe absolutisht nuk bëhem pishman për asnjë lloj kënge. Edhe sikur mos më pëlqente, nuk do bëhesha pishman, sepse është prapa ajo që thash që çdo gjë ndodh për një arsye. Unë falenderoj shumë që ti ke qenë këtë mbrëmje me ne. Nuk është gjithmonë e zakonshme që të takosh një vajzë të re, të artikuluar, të formuar, faleminderit, të edukuar. Kështu që besoj është merit edhe jotja personale, po edhe mjedisit ku je rritur, ku ke jetuar dhe ku kanë dhënë kontributin e tyre që ti t'jesh reja që njohim ne. Faleminderit shumë Kozeta. Faleminderit. I am rrit është Rea Nu. Me cilën ta mbyllim programin sot, duke shpresuar që na keni ndjekur. Ju kujtoj, takimi ynë i ardhshëm do të jetë përsëri javën tjetër në të njëjtën orë, si gjithmonë. Miru dëgjofshim. Edhe miru pafshim.